Ku mirë? Që e hapin këtë muhabet, akoma, sot e kësaj dite. Dolin të dilni të kolluarit e Zotit. Bravo. Po mendojnë se po i shuajnë këto vatra. Dhe po japin këshilla për të mos lënduar njerëzit jashtë, më shumë po i lëndojnë. Lëre të shkoj tani, iku. Kaq. Mirë, a di bëj pyetje më, o. Po vodi ka po flokët ti po shumë çap. Doni pse bën? Më kapësh për flokë. Jo, kuptoj, unë kanë si tash përgjigjem. Tash po haj bukë mbas teje, fole ti, po ti ka shoj, ke dolin më të larg gjë. Kemi lënë aty jashtë do ndalen në proteste. Po ndalen nga ne martohen me njëri tjetrin. Ne jemi dashnore. Përgjithësisht isha në bukë. Le të vi tani se unë s'isha këtu, isha ku isha. Le të vi ta thoj prapë do të jap përgjigje. S'kam nej pasqyrë kështu. Sa se orë mirë me të është. Po jo më çfarë në gjë, po ajo Parmbrëm. Jo, se ishte këtu të se kanë një gjysmore mirë duke thënë në këtu. Parmbrëm më thot Brikena mua se u shqetësova pak nga ç'a ndodhi. Dhe tha hajde rri me mua, ishte ty të dy jashtë. Bla bla bla. Tha mua ti je gocë e mirë, je gocë inteligjente, pozitive, e zgjuar. Do vite shumë keq nëse ti do njihesh jashtë për një temë të tillë. Tha, unë tha mendoj që duhet njifesh për këtë anë të mirë që ke. Okej, bukurim. Dje po hante drejt me Ilirin dhe me Senon. Shkoj për me i fol Ilirit, i themoj Ilirit bëf mirë, gëzuar. Thot ajo, ullu ha diçka, ulem, dhe më thot mua, si po ndjesh për nominimin. Tash si po ndjem, shumë mirë. Që jam nominim. Tha, unë tha, po mendoj që s'ke rrezik. Tash faleminderit. Tha, më rrezikuar, tha Arseno, tha se ti tha e ke këtë situatën me Mirin. Dhe unë, po t'i kisha kthy Brikenës përgjigje në moment, do isha kthy në ndonjë nuk e di, në një përbindësh, dhe unë thash, okay, Brikena, hapa karrigen, mora pjatat që kishin mbaruar bukën, i solla brenda dhe nga dje deri sot në mëngjes e mendova. I thash pak Lores që më ka mërzit sepse këtej po thot ti je inteligjente e zgjuar e bukur këtej, thash ka situata me Mirin. Po të fut që gjetën. WTF është situata ime me Mirin. Dhe shkoj se pushoti pa i Zotin, pusho se nuk është du të llogarit njëri. Bile si nga kjo dhon fare s'mona atëro nerva. Kush je ti që vendos kush do rri këtu dhe kush do të pushoj? Unë jam ajo që t'jap ti material, okay? Ajo që t'jap ti material se pa material ti je një zero. Po ti situatën e kemi, ke krijuar. Ti je bashkë me Mirin. Sidoqë ti ke një situatë të krijuar. Tash do të flas me ty. Ajo keqja. Dhe kjo t'ka shpëtuar ti. Dhe kur ishte te Banaku në mëngjes po më hajde fol me mua. Ishte dhe Xhodi. Po unë kur vite se marr mirë du me fol me ty, tama dhe folëm pse Banakut, fola unë me ty. Kanë qenë Nishte. Njëri me kurriz. Duke bërë mua besoni tash nuk më erdhi mirë. Tha jo që e kish kuptuar. Se pranon miri. Nuk e pranon. E futi Mirin te. Po nuk më ka thënë faleminderit. Unë nuk e kam thënë mirë, ashtu si jam me Mirin. Po më thamë. Ule në divanin, erdi vet. Tha, a u sqaron? Si thashun jo, nuk u sqaron. I thashun, ti ajo që djethe je inteligjente, pozitive, ke lojën shumë të fortë. Ti ajo që më thënë situata me mirë, çfarë thua? E po publiku e percepton shumë. Kush je ti publiku? Se ti je shtëpi me mua, po e di çfarë thot publiku. Ndoshta publiku e ka marrë shpjegimin tim dhe ke dalë ti keq. Që kur foli Mali, nuk ju kundërvive ti pro-feministja, nuk i the Mali, do Mali, që e tu folë se është turp. Kupton? Po ti the, mu po më vjen keq që se Lina po i ul njerëzit. Mali të më thonë mu, o Mirja je burri martum, kupton ti? Po më vjetë që si shumë keq që po i ul ti njerëzit. I thoni falenderit Malit, që u hapi këtë dritarin që mendojnë shumë të tjerë dhe sqaruat. Mali, mos të shpjeguat të natë, unë nuk do të kisha folë me Malit. Se jo Mali, po ditë se Mali, nuk mund të unë aty, a i fletë mirë se me qënë unë, merë mu, mirin ve këtu, jo më shoku.